Festivali i shkencës, i cili po zhvillohet për herë të parë në shkollat e vendit, ka sjellë në vëmendje mes të tjerash edhe nevojat e personave me aftësi të kufizuar. Ky është rasti i shkollës Ismail Qemali në kryeqytet. Nxënësit e kësaj shkolle kanë prezantuar krijimin e një fushe basketbolli të pajisur me sisteme alarmi dhe vibrimi, që sipas tyre do të ndihmonte në integrimin e personave me probleme në shikim. Ideja lindi duke qenë se ne pjesëtarët e grupit tonë kemi pas lozur e kemi zhvilluar sportin e basketbollit, ndërsa për të dhënë diçka një ide inovative ose diçka më të re, menduam ta përshtatim atë për personat me aftësi të kufizuara. Afërsisht ka marrë diku te 1 muaj e gjysmë si projekt për të zhvilluar. Nxënësit shprehen të bindur se ky projekt do t'u jepte mundësinë të shijonin këtë sport kaq argëtues, njësoj si të gjithë të tjerët. Si projekt, neve nuk është se kishim një kosto shumë të lartë edhe nuk është diçka shumë e ndërlikuar për të krijuar, kështu që përdesa edhe personat me aftësi të kufizuar mund të ndihen më mirë, mund edhe të jenë më të përfshirë në çdo aktivitet, do të ishte një gjë shumë interesante për të qenë në shkollat shqiptare. Në kryeqytet janë prezantuar 107 projekte nga nxënësit e shkollave të mesme, që përfshin fusha të ndryshme si optika, sensorët, robotika, fizika dhe gjeologjia. Nga kjo fazë, 13 projekte janë përzgjedhur për të kaluar në fazën e tretë, që do të zhvillohet nga data e 6 deri në 30 prill.